vërtetim në raportin rekomandues të 5 deputetëve të shumicës parlamentare, anëtar të Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin. Zoti Ulsim Manja, si relator, fjala për ju. Fjala për zotin Ulsim Manja. Të nderuar koleg deputet, të dashur qytetar shqiptar që po e ndiqni me interes sot këtë seancë, unë do të mbaj raportin rekomandues për kuvendin në emër të 5 anëtarëve të shumicës në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin. Edhe ne raportin ton e kemi bërë publik, është i depozituar në kuvend dhe është publik në faqen zyrtare të kuvendit, por sot do të përpiqem në mënyrë të përmbledhur të jap arsyet sepse ne si antar shumicës në këtë këshill i kemi propozuar kuvendit rrëzimin e kërkesës provurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, përdhënien e autorizimit për arestimin e deputetes së këtij kuvendi, zonjës Belinda Palluku, të depozituar në kuvend në datën 16/12/2025. Por më lejoni të shpreh shkurtimisht qëndrimin tim lidhur me raportin e antarëve të pakicës në këtë këshill që sapo lexoi kolegu Oert Bylykbashi. Kam që nga viti 2013 në këtë kuvend dhe në fakt në këtë sallë kjo është kërkesa e 7 e organit akuzës që vjen në këtë kuvend për dhënia autorizimi për arestimin e një antari të parlamentit, kontrollin personal apo kontrollin e banesës. Është e 7-ta kërkesë kjo e sotmja për deputeten Belinda Palluku. Por më lejoni të them që nuk kam dëgjuar në këtë sallë raport më të detajuar në analizën e provave, fakteve dhe rrethanave të një kërkese të organit prokurorisë se sa sot. Gjë e cila në fakt bie ndesh me frymën e nenit 73 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe me nenin 288 Kodit Procedurës Penale. Madje këtë raport kaq të detajuar në analizë provave nuk e kam dëgjuar nga kolegët e opozitës as në 21 dhjetor 2023, kur këtu kishim kërkesën e provurisë posaçme për dhënien e autorizimit për arrest për një tjetër antar të këtij parlamenti, por atëherë me një ndryshim. Raporti pakicës sugjeronte ndryshe nga sot rrëzimin e kërkesës provurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar me argumentin se nuk plotësohen kërkesat e nenit 260 të Kodit Procedurës Penale. Por unë fakt në raportin e shumicës në këtë parlament do t'i qëndroj besnik neni 73 Kushtetutës Republikës Shqipërisë, neni 288 Kodit Procedurës Penale, 260, por dhe neni 13 e 118 të rregullores kuvendit Shqipërisë. Në emër të antarëve shumicës në këtë këshill, në momentin që ne e paraqitëm raportin ton në lidhje me kërkesën e provurisë posaçme për dhënien e autorizimit për arestimin e deputetes Belinda Palluku, ka ndodhur një realitet i ri faktik dhe institucional. Një realitet i ri juridik i cili, le të themi, e ndryshon tërësisht natyrën e vlerësimit dhe shqyrtimit kërkesës së SPAK-ut në raport me dhënien e autorizimit për zëvendësimin e masës së sigurimit personal
të ndalimit të daljes jashtë shtetit me ato të arrestit në burg ndaj deputetes Belinda Balluku. Dhe ky fakt ka të bëj me ato që deputet janë fjalë, nuk ushtron më funksione ekzekutive për shkak të ndryshimeve në kabinetin qeveritar në përputhje me nenet 95-102 Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Përjedhoj, masa e sigurimit personal, ajo e pezullimit nga detyra si anëtare e Këshillit Ministrave, nuk prodhon më asnjë efekt real juridik dhe në të njëjtën linjë arsyetimi, raporti ynë e qartëson edhe narrativën mbi të cilën prokuria e posaçme ka ndërtuar kërkesën për aplikimin e masave më të rënda të sigurimit personal, si rreziku i prishjes provave, i aratisjes apo i kryes së një vepre penale, të cilat mbeten thelbësisht hipotetike, për sa kohë lidhet drejt për drejt me ushtrimin e funksioneve ekzekutive që deputet janë në fjalë nuk i ushtron më. Megjithatë, të nderuar koleg, kjo nuk do të thotë se paraqitja e këtij raporti sot përpara kuvendit është një procedurë formale. Jo, në asnjë mënyrë. Përkundrazi, ajo përfaqëson një përgjegjësi të drejt për drejt kushtetuese të Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Është një shprehje e respektit institucional ndaj drejtësisë, por mbi të gjitha është një detyrim ndaj qytetarëve shqiptar që secilit prej nesh këtë sallë i kanë besuar përfaqësimin e tyre. Aq më tepër, në një situatë kur kjo çështje, e cila në thelb duhet të mbetet një çështje e drejtësisë dhe vetëm e drejtësisë, është ndruar sot në mënyrë të padrejtë në një debat të mbingarkuar politikisht në sytë e qytetarëve shqiptar. Në vend një procesi të qetë, të drejtë dhe të rregullt ligjor, shpesh kemi parë përpjekje për ta zhvendosur këtë çështje në një gjykim publik, në një tribunal mediatik që bie ndesh me standardet e shtetit të drejtës dhe me parimin themelor ato të prezumimit pafajësisë. Pikrisht për këtë arsye është e domosdoshme sot që Kuvendi i Republikës Shqipërisë të flasë shumë qartë, të ndaj politikën nga drejtësia, zhurmën nga faktet dhe gjykimin publik nga procesi i rregullt ligjor. Të nderuar koleg, për këto arsye që rëndita më sipër, Kuvendi i Republikës Shqipërisë nuk është sot përballë një votimi të zakonshëm procedurial. Ne jemi përballë një vendimarrje që prek drejt për së drejti lirinë personale të një deputeti, ushtrimin e mandatit përfaqësues dhe balancën ndërmjet pushteteve në një shtet demokratik. Kërkesa e prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar synon në fakt sot zëvendësimin e masës së sigurimit personal, të ndalimit të daljes jashtë shtetit me një masë më të rëndë, atë të arrestit në burg ndaj anëtares së këtij parlamenti, deputetes Belinda Balluku, e cila pohetohet as më shumë dhe as më pak për veprën penale të shkeljes së barazisë pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike, të parashikuar nga nenet 25 e 258 dysh të kodit penal dhe jo akuzë korrupsioni. Kuvendi sot nuk ka kompetencë gjykoj fajësinë dhe as zëvendësoj gjykatën. Përkundrazi, ne jemi ftuar sot për të bërë një filtr kushtetues të kësaj kërkese. Dhe ky filtr nuk është dhe nuk mund të jetë formal. Ai është një mekanizëm thelbësor për ruajtjen e balancës institucionale dhe për respektimin e rolit që kushtetuta i ka dhënë pushtetit legjislativ në raport me pushtetet e tjera.
Më lejoni që në vlerësimin e kësaj çështje në emër të shumicës të futem në kontekstin e çështjes. Me 16 dhjetor 2025, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit paraqiti në Kuvendin e Republikës Shqipërisë kërkesën për autorizimin e heqjes lirisë së deputetës Belinda Balluku. Kërkesa proceduralisht lidhet me zëvendësimin e një mase sigurimit vendosur më parë nga gjykata kompetente. Pra nuk jemi në kushtet kur kërkohet dhënia e autorizimit për caktimin e një mase sigurimi personal fillestare ndaj deputetës. Sepse hetimet për të kishin filluar me kohë, që në gusht të vitit 2024. Dhe drejtësia, pra Prokuroria e Posaçme, i kishte tërësisht duart e lira për të ushtruar hetimin dhe ndjekjen penale ndaj deputetës Balluku për akuzën e shkeljes së barazisë tendre. Me 19 nëntor 2025, Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit caktoi ndaj deputetës masën e sigurimit personal të ndalimit daljes jashtë shtetit. Kjo masë vazhdon të jetë në fuqi edhe sot, sipas të dhënave në raportin në relacionin që shoqëron kërkesën e Prokurorisë Posaçme, dhe që del qartësisht se kjo masë është respektuar në mënyrë rigoroze nga deputetja Belinda Balluku. Kërkesa në thelb synon ta zëvendësoj këtë masë, të cilën deputetja e ka respektuar dhe ka qenë masa më e përshtatshme sipas vendimit të gjykatës posaçme, kërkon ta zëvendësoj sot me masën e arrestit në burg apo arrest shtëpi. Prokuroria e ka argumentuar kërkesën me pretendimin se janë rënduar nevojat e masës së sigurimit. Pra, nuk jemi në kushtet kur nuk është respektuar masa e parë, por jemi në kushtet, thot Prokuroria, se nuk është respektuar, se janë rënduar nevojat e sigurimit. Tani me 16 dhjetor, kërkesa erdhi në kuvend dhe Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, bazuar në nenin 73 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë, neneve 288